Sofra e pavarësisë bashkoi sonte Shqipërinë dhe Kosovën në një mbrëmje të jashtëzakonshme të zhvilluar në zemër të Shkodrës. Ky aktivitet, i konsideruar më i madh i këtij lloji organizuar ndonjëherë në qytet, mblodhi mbi 200 të ftuar nga të gjitha trevat shqiptare. Mes tyre, të pranishme nderi ishin Presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani dhe Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiropali. Në nisje të aktivitetit, kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci përshëndeti të ftuarit duke theksuar lidhjet e pandara historike dhe kulturore mes Shkodrës dhe Kosovës, ndërsa e cilësoi sofrën e pavarësisë si një tryezë që bashkon vlera, tradita dhe unitet mbarkombëtar. Presidenti Osmani vlerësoi rolin e rëndësishëm historik të Shkodrës për kombin shqiptar, ndërsa ministrja Spiropali e përshkroi këtë aktivitet si një urë të fortë bashkimi mes Shqipërisë dhe Kosovës. Gjatë prononcimit për mediat, presidenti Osmani foli emocionuar për lidhjet e hershme dhe të forta mes Shkodrës dhe Kosovës. Vizitë në Shkodër është e veçantë, është kënaqësi që të rikthehem së bashku me ekipin tim sot në Shkodër dhe falenderoj kryetarin shumë për mikpritjen. Është një qytet që ka dhënë shumë për gjithë shqiptarinë dhe natyrshëm që edhe lidhjet me Kosovën, me gjithë qytetarët e Kosovës, gjithnjë kanë qenë shumë të afërta. Shkodra vërtet e ka ndihmuar Kosovën në momentet më të rënda. Ju e dini që edhe në vitin 1998-99 shumë nga qytetarët e Gjakovës dhe pjesëve të tjera që janë më afër Shkodrës kanë qëndruar këtu dhe qytetarët e Shkodrës kishin edhe zemrat edhe shtëpitë e tyre të hapura në ato momente të rënda. Natyrisht edhe shumë para luftës, por edhe pas Shkodra ka qenë pranë nesh në rindërtimin tonë dhe edhe tani po ecim përpara përderisa zhvillohemi si dy shtete që synojmë integrimin në Bashkimin Evropian. Është po ashtu moment i veçantë, emocioni po i veçantë për ne që në prag të festës së flamurit gjendemi këtu në Shkodër. Tashmë shihet fryma festive kudo, po në Shkodër gjithnjë është atmosferë festive, kështu që është jashtëzakonisht moment i bukur për ne, po për ne është një festë e katërfisht në fakt. Përveç festës së flamurit, është dita e pavarësisë së Shqipërisë nesër. Për ne është po ashtu e rëndësishme sepse është edhe ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari dhe po ashtu është përvjetori i daljes së parë publike të ushtrisë shqirimtare të Kosovës. Në deklaratën e saj, presidenti Osmani u ndal dhe te situata politike në Kosovë, duke dhënë një mesazh qetësues mbi proceset demokratike. Përgatitjet për zgjedhjet jashtëzakonshme janë normale në një demokraci. Jam e bindur që sikurse çdo proces zgjedhor, sepse Kosova ka demokraci elektorale jashtëzakonisht të fortë, edhe ky do të shkojë mirë, do të shkojë në rregull, bazuar në standardet më të larta demokratike, nuk shoh asnjë problem. Shpresa ime është që menjëherë pas zgjedhjeve do të kemi konstituim të kuvendit, tani kemi disa qartësime të mëdha pas aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese sa i përket periudhave, dhe pastaj shpresoj që të kemi qeveri sa më parë, sepse qytetarët e Kosovës me padurim presin që të merren edhe shumë vendime të tjera të cilat janë në interes Kosovës. Atmosfera festive e mbushur me element simbolik dhe mesazh mikpritës, mirë se keni ardhur me bukë, kripe zemër, përçoj krenari, unitet dhe frymë bashkimi shqiptar.